teza ime që kam botuar në anglisht para lufte, para bombardimit, që quhet teoria e lojës, pengu që forcon targetin për të hequr qafe pengmarrësin, do më thënë Izraeli ka marrë peng Amerikën dhe e detyron të luftoj në Iran, apo më saktë Bibi ka marrë peng Trumpin që të luftoj në Iran, vërtetohet që kam pas të drejtë çdo ditë çdo orë, është anglisht, e gjen kushdo në Substack Altin Goxhaj, është tezë akademike, po vërtetohet për ditë sepse në gjithë operacionin deri tani, që kur ka filluar bombardimi deri tani, çdo ditë më shumë Izraeli po dëmtohet në çdo perspektivë të vetën. Amerika me të gjithë operacionin ushtarak në Iran po fuqizon Iranin dhe e vetmja mënyrë që Amerika të heqë dorë nga bazat, 320 baza më duket ka në linjën e mesme, dhe çdo 320 çmenduri, psikopatimi fjalë, u vërtetua që në gjitha baza për llogarit Izraelit, të cilat po shkatërrohen nga Irani, sepse Amerikës i duhet të shkatërrohet shumica e tyre. Se është vetëm rrugë për të hequr. Pa u qarë Izrael. Bazat po shkatërrohen, që të letë Izraeli lakuriq, dhe marrëveshja e fundit e Amerikës, e Trumpit, në Irakun, perturbacionin e gazit dhe naftës, që kalon nga Iraku në Siri, përcakton në nivelin kompanive më të fuqishme të botës, vdekjen përgjithmonë të ëndrrës Izraelit madh, pasi Siria do të jetë shtet unitar që hedh në erë të gjithë projektin izraelit të Izraelit madh, dhe Turqia, që ka në patronazh Sirin, përcakton përfundimisht që nuk do të ketë coptim të Siris, si ishte plani Izraelit, Libani me marrëveshjen e fundit do të jetë Libani, Gaza do të jetë me bordin e paqes Gaza, dhe pavarësisht krimeve që do bëjnë tash në West Bank, izraelitët do të jetë paprekshëm si territor, edhe ka shikatur sanksione gjithandej në gjitha format për kolonitë izraelite, dhe të gjitha vendjet e lindjes mesme në këtë moment janë në koherencë plot me njëra tjetrën për të shpëtuar nga Izraeli madh destabiliteti i ardhshëm i rajonit, pasi Irani është bërë kaq i fuqishëm për shkak të sulmeve amerikane, sa nuk ka asnjë shans që marrëveshja Trump-Izrael të jetë në disfavor të Iranit dhe në favor të Izraelit. Çdo marrëveshje që do bëhet, siç po duket, me Iranin do të jetë në dëm të Izraelit, dhe arsyeja pse pati një incident në Turqi që mund të bësh atentat ndaj Trumpit, nuk është Irani, është Izraeli. Dhe me dy fjalë, i gjithë projekti i Amerikës në Iran është një projekt anti-izraelit, i cili jep 508 miliard dollar Iranit, që të zhvillojë dhe më tej programin rakete balistike, duke neutralizuar armën atomike dhe duke i dhënë hegemoni të përhershme Iranit për herë të parë mbi gjirin e Hormuzit. Dhe këto bombardimet që po bëhen tani është me majt në gajret Izraelin sa të mbyllen gjithë proceset e izolimit të plot të Izraelit për gjithmonë. Të gjithë ata që kanë informacion, më kuptojnë, ata që s'kan, thonë po ja fut kot avokati, s'është me Trumpi. Avokati se ka fut kur kot, kur vjen puna për këtë temë. Amerika është të marrë peng nga Izraeli, është tokë e pushtuar e Izraelit. Trump është në shantazh nga Izraeli, se ka pas spionin e tyre gjatë kushte me në shtëpi, 15 vjet. Dhe ai që po bën Trumpi është që ka lënë amanet në rast se vrasin zgjidhjen e problemit. Tekstualisht ka deklaruar këtë javë që unë i kam lënë porosit e mia, tha, për vrasjen time, që do bëhet mas vrasjes time. Natyrisht që Irani do me mbra, dhe i shef në sy ato. Dhe J.D. Vance ka dhënë përgjigjen shumë thjesht Izraelit, mos harrojnë që janë 10 milion njerëz, në vend shumë i vogël. Ta harrojmë fjalë që Amerika do jetë në shërbim tyre.
Dhe kushdo që merr vesh nga gjeopolitika do të bëj llogarit. Ku është sot mas kaq muajsh Irani dhe Izraeli? Kush është mirë e kush është keq? Kur s'ka që më keq Izraeli? Unë kam thënë, kur ka ardhur Trumpi në pushtet, ky është mallkimi më i madh i Izraelit në histori. Dhe ky do të jetë mallkimi i tyre. Kur të kalojnë 4 vjet të Trumpit, ata do të kenë humbur çdo gjë. Dhe në vitin 2028, Izraeli duhet më izoluar se kur në historinë e vet, dhe kjo është arsyeja pse po hapin koloni gjithë botën, sepse duan të përqendrojnë eksodin e madh. Çdo të thotë, ka ftuar një eksod i madh në Izrael. Dhe ta kanë frikë që këta njerëz që ikin do shpërbëhen në shpërndari. Prandaj po krijojnë koloni gjithë botën që t'i mbajnë bashkë si koloni izraelite. Edhe ky është projekti për Shqipërinë. Edhe në Greqi e kanë. Edhe në Shqipëron greke e kanë. Edhe në Itali e kanë. Edhe në Rumani e kanë, edhe në Ukrainë e kanë. Problemi që ne shqiptarët na mbron Zoti dhe ne kemi një himn kombëtar të shkruar. Kombet shumë për mi dhe. Po Shqipëria do të jetojë. Dhe kushdo që do të shohë lajm, të kuptojë vetëm një gjë. Por çfarë marrëveshje prezanton Trumpi me Iran? Për një marrëveshje që e bën Iranin shumë të fuqishëm. Po a shkë pro Iranit? Jo, shkundër Izraelit. E dyta, pse bën këto bombardime? Sepse do të më marrë me gajret Izraelin deri para zgjedhjeve e bëshme. Dhe mbi të gjitha që të nënshkruajnë gjithë marrëveshjet që zhdukin nga faqja e dheut ëndrrën e Izraelit madh, ku marrëveshja që bëri me Irakun, që kalon tubacioni në Sirin e pavarur, e bën krejtësisht jashtë loje çdo ëndër Izraelit madh, duke mos harruar që Trumpi tha me Hezbollah nuk ka pse të merret Izraeli, do merret Siria. Shkurt muhabeti. Kushdo që ka dy parë në mend, do të bëj llogarit e rezultateve, jo fjalët që thoj. Jam kot. Rëndësi ka rezultatet, tjetë janë prave.